që kur ke hyrë në Big Brother, ke qenë shumë e kalkuluar. Big Brother. Ka bën. Do të roj. Unë kam thënë nuk do digjem, do hyp me një pallatove, do t'i jap fund jetës, sepse normale se nuk mund të jetoj dot. What? Do me thënë, Selin thot që Mateo ka patur diku ndjenja për Selin. Ndjenja, tani që kishe 1% ditët e parë kishe 1%, se edhe unë e pash dhe isha kështu like, okay, why not? Why not? Do me thënë që edhe do t'i hiki nga truri kjo historia Brikenës duke njohur Selinën, po edhe very nice, handsome guy për Selinën. Po ndjenja nuk mund ta them, po që Selina ka të drejtë, mund ta them. Do dashurohem prap me një njeri që do më doj fort, me një njeri që do më respektoj. Po, normale zemër. Se tash jemi femra dhe bim dashni prap. Po nga që ne kena mojt delizion, edhe se si na duke njerëzit tash. Shka të thash, kuçka. Unë për shumë jam kuçk. E quaj veten kurv, se kurv jam. Po. Çdo femër është kurv dhe çdo kurv mund të... Është kthyer Selin antagonistja e shtëpisë, pra ka pranuar që është antagonistja e shtëpisë, shkundra të gjithëve. Të ngjera pakisht në shëndriti, unë e urrej kur mundohen të hedhin hisu. Kjo është 0.5% e debateve që unë kam patur nga dita e marrë deri sot që është dita. Tani kam një pyetje, po e çojnë vetë banorët Selinin në finale me këto situata që po japin dhe Selin Unë kam përballë të gjithë përveç njerëzve që realisht në lojë. Dhe po thëra Selin favorizohet. Si mendoni ju?